Duke lënë pas Tuzin dhe duke marrë rrugën drejt maleve të larta të Malësisë së Madhe, aty ku rreth prekin majat dhe ku çdo shtek ka një histori për të treguar, pas rreth 30 kilometrash udhtim shfaqet një vend i veçantë, një tokë e bekuar nga historia. Ky është Trieshi. Këtu nuk është vetëm natyra që flet. Këtu flasin malet, krojet, kullat dhe gurët e lashtë. Çdo shtek ruan gjurmët e hapave të parëve, çdo pollëm tokë mban kujtime e sakrifice dhe çdo maj mali dëshmon për një popull që ndërshekuj ka ditur të mbrojë me çdo çmim atë që kishte më të shtrenjtë, nderin, besën, gjuhën dhe tokën e të parëve. Trieshi nuk është thjesht një vend. Është një emër i gdhendur në kujtesën e historisë së kombit shqiptar. Është një histori e shkruar me mund, me sakrificë, me dashuri për atë dheun. Është vendi ku fjala e dhënë ishte betim, ku nderi ishte pasuri dhe ku mikpritja ishte ligj i pashkruar i zemrës shqiptare. Në këto male janë rritur burra që nuk u përkulën para stuhive të historisë, gra që ruajtën familjen, gjuhën dhe traditat, dhe breza të tërë që e mbajtën të ndezur flakën e identitetit shqiptar dhe në kohët më të vështira. Sepse Trieshi nuk ka qenë vetëm dëshmitari i historisë, Trieshi ka qenë pjesë e saj. Në historinë e arsimit shqip në Malësi, Trieshi zë një vend nderi. Këtu fjala shqipe nuk ishte vetëm gjuhë, ishte frym, ishte qendresë, ishte flamuri i identitetit kombëtar. Mësuesit e parë të gjuhës shqipe ishin më shumë se edukatorë. Ata ishin pishtar që ndezën dritën e dijes në një kohë kur ruajtja e gjuhës kërkonte guxim dhe sakrificë. Me abetaren në dorë, ata luftuan për atë që ishte më e shtrenjtë se gjithçka, që fëmijët shqiptar të mësonin gjuhën e nënës dhe të njihnin rrënjët e tyre. Ata e dinin se një popull mund të humbë shumë gjëra, por nëse humb gjuhën, humb kujtesën dhe shpirtin e vet. Nga bankat e shkollës shqipe dolën breza që mësuan jo vetëm shkronjat, por dhe dashurinë për kombin, historinë dhe tokën e të parëve. Në këtë rrugë të shenjtë të dijes dhe arsimit kombëtar u dalluan edhe vëllezërit Ivanaj, bijtë e kësaj treve, emrat të cilëve mbetën të lidhur me përpjekjet për ngritjen e arsimit shqiptar. Ata i shërbyen kombit me dije, kulturë dhe përkushtim. Mirash Ivanaj, si ministër i arsimit të Shqipërisë, u bë një nga figurat më të rëndësishme të reformimit dhe forcimit të arsimit kombëtar shqiptar. Për ta, shkolla ishte kalaja më e fortë e një kombi, sepse një popull i arsimuar është një popull që di të mbrojë historinë, gjuhën dhe identitetin e tij. Nga këto male dolën jo vetëm burra të pushkës e të besës, por dhe burra të dijes që ndërtuan themele për të ardhmen e kombit. Historia e Malësisë Madhe është një histori qendrese. Është historia e një populli që nuk pranoi kurrë të harrojë kush ishte dhe nga vinte. Një nga faqet më të ndritura të kësaj historie është memorandumi i Greqës, ku u ngrit zëri i burrave të Malësisë për të drejta, liri, arsim dhe dinjitet kombëtar. Ata nuk kërkuan privilegje, ata kërkuan drejtësi, nuk kërkuan mëshirë, ata kërkuan respekt për një komb me gjuhë, kulturë dhe histori të lashtë. Në atë zë ishte edhe krenaria e Trieshit, sepse për këta burra fjala adhe nuk ishte një fjalë e zakonshme, ishte një amanet, një besë dhe një detyrë. Në pantenonin e figurave të shquara të Trieshit qëndron dhe emri i Gjon Gjekës. Ai ishte patriot i dalluar dhe edukator i përkushtuar, një njeri që e bëri dijen dhe dashurinë për kombin shqiptar mision të jetës së tij. Me punën e tij në arsim dhe veprimtarinë adhetare, ai kontriboi në edukimin e brezave të rinj, në ruajtjen e gjuhës shqipe dhe në forcimin e vetdijes kombëtare. Gjon Gjeka përfaqëson në atë brez burrash që nuk jetuan vetëm për veten, por për vendin, për njerëzit dhe për të ardhmen e brezave që do të vinin pas tyre. Nga kjo tokë që kanë nxjerr burrat e historisë dhe të adheut, erdhën dhe njerëz të mëdhenj të shkencës. Agron Lucaj, biri i Gjon Gjekës, është një studiues, hulumtues dhe shkencëtar i dalluar në fushën e kimisë molekulare. Me dijen, punën dhe arritjet e tij shkencore, ai e çoi emrin e Trieshit për te kufive të vendlindjes. Ai dëshmoi se forca e një populli nuk matet vetëm me trimërinë të kaluarës, por dhe me dijen dhe kontributin që jep për të ardhmen e vendit. Në thesalin kulturor të Trieshit dhe të Malësisë së Madhe, një vend të veçantë zë dhe shkrimtari Gjergj Hasanaj, autori i veprës Malësori këndon. Me penën e tij, ai ngriti lart këngët epike të Malësisë, duke ruajtur zërin e të parëve, trimërinë e tyre dhe kujtesën e një populli të lidhur me historinë. Vepra e tij nuk ishte vetëm letër dhe vargje, ishte një urë mes brezave, një dëshmi që kënga shqiptare të mos humbiste kurrë. Përmes tij, rrëfimet e Malësisë mbetën të gjalla dhe lanë gjurmë në kujtesën kombëtare. Një tjetër krenari e madhe e Trieshit është lidhja e tij me emrin e kryeheroit kombëtar Gjergj Kasioti Skënderbeu. Emërtimi i shkollës së parë shqipe në Malësi me emrin e Skënderbeut nuk ishte vetëm një emër, ishte një betim për të mos harruar historinë, sakrificën dhe idealin e lirisë.
Në hijen e emrit të Skënderbeut u edukuan brezat që mësuan gjuhën shqipe, historinë dhe dashurinë për kombin. Sepse aty ku mësohet gjuha, aty jeton kombi. Aty ku nderohet historia, aty forcohet e ardhmja. Nga ky vend dolën dhe shumë personalitete të shquara që me veprën, talentin, përkushtimin dhe dashurinë e tyre kanë lënë gjurmë të pashlyeshme dhe mbeten krenaria e Trieshit, e Malësisë dhe e mbar kombit shqiptar. Sot, kur përmendim Trieshin, nuk përmendim vetëm një krahin, përmendim një histori, përmendim një krenari, përmendim një shpirt që nuk u dorëzua kur. Trieshi është kënga e maleve të Malësisë së Madhe, është zëri i burrave që ruajtën besën, është drita e mësuesve që mbrojtën gjuhën shqipe, është dija e njerëzve që sakrifikuan arsimin dhe shkencën, është këngë e atyre që ruajtën kujtesën kombëtare, sepse një vend nuk jeton vetëm nga toka ku shtrihet, por nga historia që mbart dhe nga dashuria që njerëzit kanë për të. Edhe Trieshi me malet e tij krenare, me bijtë e tij të shquar dhe me kujtesën e tij të pavdekshme, do të mbetet gjithmonë një gur i fortë i identitetit shqiptar. Në këtë tref të lash shqiptare, ku zëri i të parëve vazhdon të dëgjohet përmes zakoneve, këngëve dhe rrëfimeve të brezave, një emër është bërë simboli lidhjes së fortë mes diasporës dhe vendlindjes: Agron Dedivanaj. Dhe pse rrugët e jetës e kanë çuar larg vendlindjes, zemra e tij ka mbetur gjithmonë në Triesh. Dashuria për vendin ku janë rënjët e familjes së tij nuk ka qenë vetëm një ndjenjë e shprehur me fjalë, por një përkushtim i kthyer në vepër. Pikërisht këtu, në tokën e të parëve, Agron Dedivanaj ka ndërtuar rezidencën e tij, një vepër që shkon përtej një ndërtese, një simbol i kthimit tek rënjët dhe i respektit për trashëgiminë shqiptare. Kjo rezidencë ngrihet si një dëshmi se shqiptari kudo që të jetojë në botë nuk e haron kur vendin e origjinës. Ajo është një urë mes të kaluarës dhe të ardhmes, mes brezave që kanë ruajtur identitetin dhe brezave të rinj që duhet të trashëgojnë atë. Çdo gur i saj përcjell një mesazh, se dashuria për atë dheun nuk matet me largësinë, por me veprat që lihen pas. Agron Dedivanaj është një nga ata njerëz që kanë kuptuar se ruajtja e identitetit shqiptar kërkon përkushtim të përditshëm. Përmes angazhimit të tij në komunitet, përmes mbështetjes së arsimit shqip dhe përmes veprimtarive që bashkojnë shqiptarët, ai i ka dhënë kontributin e tij që gjuha, kultura dhe traditat tona të vazhdojnë të jetojnë dhe larg trojeve shqiptare. Por lidhja e tij me Trieshin ka një kuptim edhe më të thellë. Është lidhja e të birit me dheun e të parëve, e njeriut me kujtesën e familjes së tij, e shqiptarit me historinë e një kombi që ka ditur të mbijetojë dhe ruajë identitetin e vet ndër shekuj. Në një kohë kur shumë njerëz largohen nga vendlindja për të kërkuar mundësi të reja në botë, figura si Agron Dedivanaj tregojnë se largimi nuk do të thotë hares. Përkundrazi, shumë prej bijeve të diasporës kthehen me dashuri, me investim dhe me vepra konkrete për vendin e tyre. Trieshi për të nuk është vetëm një vend në hartë, ai është një kujtesë, është krenari, është histori. Dhe mes kësaj bukurie malore që ruan gjurmët e brezave, rezidenca e Agron Dedivanajt qëndron si një shenjë fortë e një mesazhi të madh patriotik. Kush i njeh rënjet e veta nuk e humb kur lidhjen me atë dheun, sepse atë dheu nuk është vetëm vendi ku lindim. Atë dheu është ajo pjesë e shpirtit që e mbajmë me vete kudo që të shkojmë. Dhe kur dashuria për të kthehet në vepra, ajo bëhet trashëgimi për brezat që vinë. Në vazhdën e këtij përkushtimi ndaj vendlindjes dhe vlerave kombëtare, në rezidencën e familjes Dedivanaj u organizua një mbrëmje madhështore e cila mblodhi personalitete të jetës politike, shoqërore, kulturore, afarist, veprimtar të çështjes kombëtare, si dhe bashkëdhetar të ardhur nga trojet shqiptare dhe diaspora. Në një atmosferë të ngrohtë, të mbushur me emocion, respekt dhe frymë shqiptare, të pranishmit i përshëndetin në emër të familjes Gjok Dedivanaj, i cili uroi mirëseardhje të gjithë mysafirëve, duke shprehur mirënjohjen e thellë për praninë e tyre në këtë mbrëmje të veçantë. Ai theksoi se kjo rezidencë është ndërtuar me dashuri për vendlindjen dhe si një dëshmi e përkushtimit për ruajtjen e identitetit shqiptar, duke nënvizuar se dera e familjes Dedivanaj do të mbetet gjithmonë e hapur për miq, bashkompasit dhe çdo shqiptar që e nderon këtë trev. Mirënjohjen e falënderimin tim të sinqert për praninë tuaj. Sot jemi mbledhur këtu për të dëshmuar, pavarësisht se ku jetojnë, për të dëshmuar për vendlindjen tonë, ku rre zemra, për të njëjtin vend, për të njëjtin popull dhe për të njëjtën të ardhme. Pikërisht për këtë është shumë e rëndësishme që vendi dhe diaspora sonde në këtë familje janë të bashkuar. Diaspora jonë ka vite që ka dëshmuar dhe nuk e harron vendlindjen, por ajo ka dhënë kontributin e çmuar për familjet, për komunitetin dhe për të ardhmen e Malësisë. Unë në emër të Shpiakut, në emër të Tomës, në emër të Agronit,
me familjen, dua t'ju falenderoj për prezencën tuaj që jeni sonde me ne. Sonde e kam një falenderim të veçantë për shoqatën Jehona e Malësisë, e cila e ka bën një nismë shumë të rëndësishme, shumë humane, e ajo është një qendër për fëmijët me autizëm dhe për fëmijët me nevoja të veçanta. Kjo dëshmon një humanizëm sepse çdo fëmijë meriton një jetë me dignitet, sepse duke ditur se fëmia është e ardhmja jonë. Pikërisht sonde, qëllimi i këtij bashkimi është që ne të diskutojmë për të mirën e Malësisë, për të mirën e komunitetit këtu. Por, gjithsesi, diaspora është ajo që kontributin e madh e jep normal me udhëtësinë e komunës Tuzit, ministrat tonë që ndodhen në Podgoricë. Unë nuk dua të zgjas shumë e të flas se kam frikë se dhe gaboj, por në emën të Tomës, në emën të Agronit, me familje, dua t'u falenderoj që sonde jeni këtu me ne. Zëvendës kryeministri dhe ministri i ekonomisë Nik Gjeloshaj e vlerësoi lart këtë vepër të familjes Dedivanaj, duke theksuar se investimet e tilla kanë një vlerë që shkon përtej aspektit material. Sipas tij, ndërtimi i një rezidence në vendlinje nga një bashkëdhetar që jeton dhe vepron prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një dëshmi e gjallë e dashurisë për rrënjët dhe historisë për identitetin kombëtar. Kjo është përmbushje e njësaj që është ndërlikuar edhe me emocione sepse jam për këtij vendi me përardhje. Unë kam arritë në komunikim me Agronin, me i pa disa fotografie, disa si duket kjo, mirë po, me thënë saktë ku kam marrë sonte këtu, jam fascinuar krejtësisht, por kam thënë personalisht një bukuri të tillë në një vend kaq interesant për ne, unë s'kam pa mundësi me e pa, nuk është punë vetëm edhe asaj se është një investim i madh që është rregulluar gjithë kjo bukuri këtu, por kjo ka edhe simbolikën e madhe të saj sepse një djalë i ri që në moshën mbi 20 vjeçare ka shkuar prej këtij vendi nota para 20 viteve dhe ajo që ka lidhur për këtë vend është se ka e marrë gjithë këtë investim këtu edhe bashkë në tri është një investim që është familjar, nuk është as biznes, po vetëm sa është me treguar shembullin e atë dashurisë, përgëzoj Agronin për këtë investim, këtë familjen e tina, sepse kjo është një mesazh për gjithë tjerë, sepse ky është vend në cilin duhet të kthehemi, duhet mund kthye, mendoj që gjitha proceset që janë duke ndodhur në këtë vend janë ndërlidhura edhe me këtë. Agroni bashkë me ne ka qenë gjithë kohën pranë nesh në gjitha këto procese, ndërsa me këtë investim dhe këtë që e ka bën, e ka treguar vetveten, e ka treguar atë dashurinë, e ka treguar se gjithë kohën që ishte afër Malësiet për me ndihmuar për me emancipuar dhe komuna dhe zhvillimi i saj, ja ka avon këtë asaj që ka vepruar një punë, ja ka avon një vol të madhe me këtë. Unë kam një mendim që secili prej nesh kur në një vend i bën më shumë se 20 vjet, ajo është një lidhje që kur nuk mund të kputet. Mirë po, ka shumë që ka ndodhur ajo, mirë po Agroni ka dëshmuar sepse këtë atë dashuri e ka sinqert, e ka me zemër, edhe me këtë vepër që ka bërë, mendoj se na ka gëzuar gjithve neve këtu, ka gëzuar Malësinë, ka çdo atletash, jo vetëm Malësi, po edhe Maxhan ku janë shqiptarë, dhe unë përsemërsisht e falenderoj shumë për këtë që ka bërë, sepse edhe ne na ka dhënë një stimulancë se jemi në rrugë drejt, sepse sikur mos ishte situata e zhvillimit e përparimit në këtë vend, në këtë nivel që është, me siguri se Agroni nuk i të vendos për i periferizat të tillë. Po kjo përmbjetesën tonë është kruciale, sepse asgjë në këtë vend, as përpara, as tash, po besoj asë në të ardhmen, nuk mundet më zhvillua në atë çka janë nevojat e këtij vendit pa diasporën, edhe Agroni me këtë ka dhënë shembull për gjithë tjerët,
edhe mendoj që edhe tjerë kanë me ndjek shembullin e tina, edhe jam shumë i bindur se ka pa refleksion të madh në diasporë, që nëntarëmi të kemi prap investime tjera të tilla, dhe prap Agrionin falenderoj, domethënë ai vetëm se ka treguar se gjithë ata që ka bërë që 7-8 vitet e fundit për këtë vend e ka treguar edhe me këtë investim këtu që ka bërë privat, që nuk është biznes, nuk është për përfitime, por është vetëm se ja ka dhuruar këtij vendit këtë bukuri, shoqëni sonte që ishin këtu, sepse këtu nuk ishte vetëm familja e tina, por kishim njerëz edhe prej diasporës, edhe prej Kretë Malësiet, edhe prej vendeve tjera shqiptare ku jetojnë. Po dritë e diasporës mendoj që duhet me i marrë shembull dikën, gjithmonë dikush në çdo veprimtari, edhe unë në veprimtarinë time, edhe tjerë të ndërpritarinë e tyre do të me pas shembull dikën se si duhet me ju kthye vendlindjes. Sa do që njëri të jetojnë, sa do që njëri të fitojnë, sa do që njëri të krijojnë në jetë, mendoj që në vend vetë ka peshën gjithmonë më të madhe, edhe me këtë Agroni u ka dhënë shembull e rinisë, që të kthehen nga vendlindja dhe që të investohet në këtë vend, edhe me këtë është treguar se është vend i sigurt, është vend që është dhe mu zhvillua, edhe se investimet këtu është ajo që do të vinë për ditë më shumë në shprehje. Famultari i kishës së Tuzit, Mirash Marina, i vlerësoi me fjalë të veçanta veprën dhe kontributin e Agron Dedivanajt, duke cilësuar atë si një figurë që me punën e tij shërben kulturës dhe identitetit kombëtar. Ai theksoi se Agroni së bashku me bashkëshorten e tij kanë arritur të edukojnë fëmijët me dashurinë për malësinë dhe rënjët e tyre, dhe pse jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas Marinajt, ky është një shembull më i lartë i patriotizmit që mund të japë një mërgimtar, të ruaj dhe t'u apërcjell brezave të rinj gjuhën, traditat dhe dashurinë për vendlindjen. Vërtet se ky naci përjetoi me një gëzim shumë madh, pasi doja isha komunitar për 13 vite, të thjesht. E s'do kisha imagjinuar kurrë se do kishim një investim kaq të madh të thjesht. Kjo falenderua Agronin me gjithë bashkëshortet e tina, familjen e tina. Por çka është më e bukur e kësaj, është se Agroni me bashkëshortet e tina i ka edukuar fëmijët ta donë këtë vend. E kjo është ai patriotizmi më i madh që më tregojnë një emigrant ndaj vendlindjes tina. Pra kjo është ajo gëzim i madh për mua kur e shoh këtë ndërtim, këtë bukur, këtë bashkim, këtë bukur të ngrihesh. Përgjithësi gjithë tresh janë shumë lidhur me vendlindjen e vet. Agroni ai ka lind këtu, por i edukuam sigurisht bez bazbrezi prej parëve tina, e ka përjetuar këtë vend se ka praktis, ndoshta fizikisht, ai s'ka praktis kur shpirtnisht. Sa e mosia, ai ka kthye vendin vet, edhe ka investuar, e ka bërë këtë mrekulli, që na gjithë po përfitojmë sonte. Sigurisht Agroni nuk është hera e parë që ban mirësinë, Agroni është angazhuar shumë shoqata, madje Agroni e ka bërë kryetarin e këshillit Anstreze për ndërtimin e kishit Anstreze në malin e Kakrejç, në këtu afër. Është shumë e rëndësishme, një grup i marrë shumë mirë lidhjet me vendlindjen e tyre, ardhja e tyre në shpesh Malësi e ka zgjallënuar, e ka marrë lidhje gjallë. Sigurisht kur i sjellin familjet e tyre, i sjellin fëmijët këtu në Malësi. E kjo do të vazhdojnë. Do të vazhdojnë për arsye se sa më shumë të lidhur shpirtërisht, sa më shumë fëmijët e tyre vinë Malësi, dashurojnë këtë vend tyre, tokën e parëve tyre, kjo do të vazhdojë një lidhje përjetshme pas. Për gjithë rritë e diasporës, mesazhi im është ky. Vini nga një vend i mrekullueshëm që i thon Malësi, vini nga një vend që ka rrujt me qindra vjet, e kona shumë vështira gjuhën e vet, vini nga një vend që ka tradita të jashtëzakonshme, të arsye edhe pse në diasporë. Jeni krenar për vendin ka vini, e në bëdoni sa ma shumë dini e ta doni origjinën tuaj. Kryetari i komunës së Tuzit, Lindon Gjelaj, vlerësoi lart veprën dhe kontributin e Agron Dedivanajt, duke theksuar se ai është një shembull frymëzues për të gjithë të rinj. Sipas Gjelajt, vizioni për kushtimi dhe dashuria e Agron Dedivanajt janë vlera që meritojnë të ndiqen dhe të shërbejnë si model për brezat e rinj. Kjo mbrëmje vërtet të tha aty e veçantë, është kënaqësi për mua personalisht si kryetar komunës që më mësonte. Do të falenderoj Agron Dedivanajt, një aktivist i cili vërtet ka bërë shumë për vendimjen e tij. Kjo shtëpi, kjo vilë
jo vetëm se hieshon vendimin e tij Trieshin, por hieshon komplet komunën e Tuzit. Vizioni i tij për zhvillimin e Trieshit, domethënë shifet sot, jo vetëm tek domethënë me biznesin e tij i cili ka bërë këtë vini këtu, por edhe vizioni i cili e ka zhvilluar komplet bashkinë lokale të Trieshit, që është vendindja e tij. Unë duhet të them haptazi, kisha dash se i cili mërgjimtar, i cili nga Malësia, i cili gjendet duke anisë të vllau im, i cili gjendet në jashtë në mërgjim, të ketë vizion, të ketë adhe dashuri dhe të ketë element pozitiv për vendindjen si Agrond e Divanaj. Besoj se kjo është mesazhi nga zemra dhe mesazh shembull për të tjerët se vetë zhvillimi i vendindjes tij, i shtëpisë tij tregon shumë për të. Ne si komunë e Tuzit, domethënë jemi shumë të lidhur me diasporën tonë dhe falë dhe kontributit diasporës sonë, sot komuna e Tuzit është zhvilluar, kasa është zhvilluar dhe jam i bindur se diaspora jonë e vren punën e cila zhvillohet në komunën e Tuzit dhe do të edhe më fuqishëm ne formojmë kushte për diasporën tonë dhe dikur e kishim ëndër të shkonim në Amerikë. Unë jam i bindur se në të ardhmen bashkëvendasit tanë që jetojnë në Amerikë do t'i kthehen vendin se do të vazhdojnë jetën këtu. Për tritë e diasporës parit nga ky vend, duhet t'i përshëndes dhe duhet t'ju them që mos të harrojnë vendindjen e tyre. Vendindja e tyre është jo ajo vendindje që ka qenë para 10 viteve, është vendindje e cila zhvillohet për çdo ditë më shumë dhe jam i bindur se ata do të njohin zhvillimin e saj dhe do të kthehen, domethënë të jetojnë dhe të kontribuojnë në vendindjen e tyre. Ndërkaq nën kryetari i Kuvendit Komunal Fadil Kajosha e cilësoi Agrond e Divanaj një frymëzim të veçantë për brezat e rinj. Ai theksoi se rrugëtimi, puna dhe përkushtimi i tij shumë vjeçar në shërbim të kulturës, identitetit kombëtar dhe vlerave të Malësisë përbën një model të denjë për t'u ndjekur. Sipas Kajoshajt, Agrond e Divanaj ka dëshmuar se me vizion, atë dashuri dhe angazhim të pandërprer mund të jepet një kontribut i çmuar për vendlindjen, pavarësisht se jeton në mërgjim. Ai shtoi se shembuj të tillë meritojnë vlerësim dhe duhet të shërbejnë si frymëzim për të rinjt, që të ruajnë identitetin e tyre dhe të punojnë për të mirën e kombit. Po mramje fantastike të një shumë pika shkurtra, por kuptoj kur e pasrysht e kush e organizon, të shpjellë të obori ku i është, mikpritje ku i është, atë gjithë shka e qartë. Duhet është Agrond e Divanaj, një aktivist, një atletar, një bashkëvendas i shkëlqyer, i cili në çdo moment, në çdo kohë është i gatshëm të investojë në vendindjen e vet, në çdo aspekt. Posaçërisht është frymëzim për të rinjt dhe për gjithë bashkëpunëtarët tanë, ku është në pyetje vendindja e vet në siguri. Do të thënë një organizim fantastik, një investim fantastik i tij personal, por çdo herë, në çdo rast, në çdo moment, me bashkëpunëtorët e vet, me shokët e vet, ka qenë i gatshëm që të investojë në Malësinë tonë, në çdo kohë, në çdo moment. Do të thonë se faktikisht Agroni, që kanë shumë i ri, po duke u bazuar në të kaluarën e të tjerëve, babës e të tjerëve, me siguri çdo herë ka i gatshëm që të fillojë të i bëjë hapat e parë në zhvillimit të investimit në Malësi. Do të thosh diçka tepër interesante dhe e pritshme kur është pyetja Agrond e Divanaj dhe bashkëpunëtorët e tij dhe shokët me siguri moshatarët e tij. Ndoshta dikush do të çuditet se Agroni është mjaft i ri, themi kështu, se bën investim tillë, një angazhim të tillë për vendin, për Malësinë. Duke pas parasysh se gjeneratat e reja shpesh janë ndoshta pak edhe nuk është aq të ngulës. Kur në pyetje vendindja, Agroni është shembull në aspekt pozitiv kur është pyetje vendindja, kur është pyetja Malësia me siguri. Po vendindja me siguri. Dhe zakonisht jo se të vdojmë, po në Malësia, po malësorët janë shumë të lidhur me vendindjen. Dhe vështirë se shkaputen nga vendindja. Në shumë kohë në më të vështira kanë treguar vetin. Do të thënë sfida të ndryshme, investimet e para që janë bën Malësia në zonë janë bën nga bashkëpunëtarët. Do të thënë pasardhësi atyre të mirë vazhdimsi atyre është Agroni me shok, me siguri. Do të thënë diçka e pritshme nga malësorët tanë, se çdo herë, në çdo moment janë këtë gatshëm që të lijohen të mishtu për vendin e vetë për Malësinë. E atë investojnë apo bëjnë disa punime të shkëlqyera për vendin e vetë. Do të thënë është elementare dhe themelore e vetë ekzistencës së shqiptarëve në Malësi me siguri e po ashtu edhe në diasporë, themi kështu. Megjithëse se fjalën diasporës kam qefta, përmendi patën bashkëvendastarë bashkëpunëtarë tanë, të cilët megjithëse jetojnë jashtë vendindjes, në çdo moment, në çdo kohë janë ngushtë e lidhur me vendindjen dhe është i vazhdimsi, të cilat mendoj se kur nuk do të shkëputet
për atë arsye numër 1 për çështje kombëtare dhe atletare me siguri. Rritja e diasporës me siguri, kam një mesazh shkurt e qartë, të kenë si idol apo si shembull Agron Dedi Ivanaj. Me siguri dhe të shohin se është e pyetje një njeri i cili thashë është i gatshëm çdo gjë të bëjë për vetdijen e vetë dhe për të rishë normal, posaçërisht. Kryetari i shoqatës Malësie e Madhe në New York, Senat Lulani, vlerësoi lart veprën e Agron Dedi Ivanajt, duke e cilësuar atë një kontribut të çmuar në ruajtjen dhe promovimin e historisë, kulturës dhe identitetit të Malësisë. Sipas Lulanit, puna e Agron Dedi Ivanajt është një shembull i rëndësishëm për mërgimtarët, të cilët dhe larg vendlindjes vazhdojnë të mbajnë gjallë lidhjen me rënjet e tyre. Ai vuri në dukje se vepra të tilla kanë një rol të veçantë për ruajtjen e kujdesit kolektive dhe në përcjelljen e dashurisë për Malësinë tek brezat e rinj. Është një mbrëmje e veçantë për mua sepse Agronin e kam shok bashkëpunëtor ka hershëm përmes shoqatave, e është një emocion në këtë ambient kaq të bukur, në këtë mrekulli, këtë kështjell kështu e ndërtuar kaq e bukur nga Agroni dhe bashortja Silvia. Dhe ajo vetëm se është një biznesmen i dalluar, por është shumë i suksesshëm me familje. Dhe i dëshiroj çdo sukses. Është e mrekullueshme me bashkëvendasit e vet. Jemi mërgjimtarë dhe jam shumë i kënaqur. Ne jemi mërgjimtarë. Natyrisht kushtet na kanë çuar që të takojmë vendin tonë. Dhe natyrisht nuk ka kanë me dëshirë, por dashurinë për vendindjes mund të harrojmë. E po se aqë për Malësinë tonë madhe. Shoqëllë Trieshi ka pjesë e Malësisë. Është shumë e rëndësishme sepse sidomos këtu në Malësinë e Shkodrës që na në Maltezi jemi pak më të janën si parët, si nga fatkeqësisht si nga qeveria shqiptare, tash edhe nga shteti i ri i Kosovës, nuk kemi mbikëqyrje siç duhet për trojet shqiptare në Maltezi. Për atë arsye ne përkushtohemi me gjitha forcat që kemi që i ndihmojmë vendindjes, dhe t'i vim në shikim se jemi edhe ne i gjallë këtu, e të mbrojmë trojet e vetë. Vitet e diasporës mesazhi im që të vinë çdo vit, në çdo kusht, në çdo mundësi që kanë, të shfrytëzojnë, vinë të shohin këtë mrekulli se ku i kanë rënjet e tyre dhe mos i harrojnë kur për jetë. Kështu është një shembull siç është Agroni, e shumë të tjerë, Agroni është i ri, por është e veçantë dhe është e domosdoshme se të vinë në vendindje të ruajnë traditën, kulturën, kombin tonë të dashur. Kryetari i shoqatës Malësie e Madhe në Detroit, Toni Gojçaj, e vlerësoi lart veprën dhe kontributin e Agron Dedi Ivanajt, duke theksuar se ai është një njeri i veçantë dhe një aktivist i palodhur. Sipas tij, Agron Dedi Ivanaj ka dhënë një kontribut të çmuar si në Malësi, ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë gjithmonë i përkushtuar ndaj çështjeve kombëtare, ruajtjes së identitetit dhe forcimit të lidhjeve të diasporës me vendlindjen. Fjalët e vlerësimit të Toni Gojçajt pasqyrojnë respektin dhe mirënjohjen për angazhimin e vazhdueshëm të Agron Dedi Ivanajt në shërbim të komunitetit shqiptar. Po, lirisht mund të them në emrin tim personal, në emrin shoqatës atletare Malësie e Madhe, kom deri lehtësinë që të jem prezent këtu me shumë pjesëmarrës në këtë kull të them të familjes Dedi Ivanajt, Agronit, babës së tij Tomës, familjarët e tyre. Kjo është një mrekulli, ashtu duhet të them. Mendoj se ai njeri që e shef këtë mrekulli, këtë bukuri, dhe nuk e lavdron dhe nuk e dëshon të mirën, nuk di çka më thënë. Kjo është një gjë e mrekullueshme, në shpresë se edhe në të ardhmen të kemi si Agronin dhe të tjerë në Malësinë tonë. Agroni është një njeri i veçantë, të them, në Malësinë tonë, si këtu pra ku jemi të momentalisht në Triesh, po dhe në mërgimat e ku jetojmë. Është një njeri i shkapt, është një njeri aktivist i dalluar, i cili kontribon për vendlindjen e tij, për Trieshin, po edhe për komunitetin atje ku jetojmë. Ajo është një rëndësi e veçantë, ajo është një gjë që duhet, sidomos neve që kemi ardhur pothuajse pak, që kemi lindë dhe jemi rritur këtu, neve e kemi obligim se pak a shumë mundohen të përcjellim këtë traditat tona, vlerat tona, tek brezat e ri, tek fëmijët tonë që jetojnë atje dhe rriten atje. Mua për më krahas shpirti sonte këtu ku po shoh shumë të ri që janë të lindur dhe të rritur në mërgim
pra New York, në Michigan ku jemi edhe neve, dhe sot janë këtu pothuajse me letra të ri që janë duke u kënaqur me njëri tjetrin dhe janë duke përjetuar pra trishin, malsin dhe këtë bukuri pra të Zotit Agron dhe Divanit. Po mesazhin për të rinjt është sjellë çdo herë. Mos të harrojnë rrenjet e të parëve tynë, mos të harrojnë se ku kanë lindur të parët e tyne. Por edhe ata që edhe si shtatë edhe më parë, edhe neve të kemi obligim që t'u tregojmë atyne se ku kem lind, ku jem rrit, ku i kem rënjet tona dhe me shpresë pra që të shtirat në mendjen e tyne dhe mos të harrojnë këtë vend, këtë bukuri, këtë mrekulli që të këtil ka dita krijoi vetëm Malli Zot. Kryetari i Fondit Humanitar Trieshi në New York, John Gjokaj, shprehu vlerësimin e tij të lartë për veprimtarinë dhe kontributin e Agron dhe Divanajt. Ai theksoi se Agroni është një aktivist i përkushtuar i cili me punën dhe angazhimin e tij të vazhdueshëm ka dhënë një kontribut të rëndësishëm si në Malsi, ashtu dhe në diasporën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi krenar me Agronin. Ai është një veprimtar i palodhur i përkushtuar ndaj çështjes kombëtare dhe komunitetit ton. Kontributi i tij si në Malsi ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës meriton respekt dhe vlerësim të veçantë. Na pret me fol për Agronin dhe veprimtarinë e tij. Gjë natë për mua është një natë e veçantë, sepse jemi në një abjet që Malsi ose në pak kontre shqiptare mund të gjesh. Agroni është ideal dhe rrjedh nga një familje me kulturë dhe traditë shqiptare, të cilët edhe të partë e tij kanë qenë me nam e zonë jo vetëm në Triesh, por gjithë Malsinë e Madhe. Ky djalë, sëshëri, e ka treguar vetë se është një aktivist, është një veprimtar i palollën dhe është një guzimtar. Gjithë kjo që shohim sonte këtu tregon jo vetëm pasurinë e tij, por edhe guximin e tij që ka marrë. Prandaj edhe ne si Trieshan dhe ne si Fondi i Trieshit jemi kënaqur se një djalë të tillë kemi në Amerikë. Dhe çka tregon kjo, dhe kjo familje ka vepruar për këtë vend dhe ky vend ndoshta mund të jetë një replik ose një nuancë për njerëzit të tjerë që vinë këtu dhe treguar se si njerëzit dinë me shpreh dëshirën përmes patriotizmit me kontribua për vendin e vet. Këtë ka Agroni dhe jemi shumë kënaqur me ta. Dhe si Trieshan unë kam si kolegë, si bashkëpunëtar aty në Amerikë dhe jemi gjithë kënaqur me veprimtarinë e tij. Po, si thash edhe përpara, Agroni ka dhënë për Trieshin dhe ka dhënë edhe, domethënë, është edhe një shembull për të tjerët të ndjekin rrugën e tij. Dhe vlen për të vlerësuar në maksimum, sepse jo vetëm Agroni, por gjithë rreth i tij, i familjes së tij, mund të themi familjes dhe Divanaj, e kanë treguar veten se në mënyrë patriotike dhe çdo herë për vendin e vet kanë kontribuar. Dhe është çdo lavdar. Diaspora shqiptare, tani kjo pjesa që ka mbetur tani, pjesa e rinisë që ka ndarë tani, duhet jenë ata të cilët duhet ndjekin rrugën e njerëzve përpara, si të Agronit dhe gjeneratave tjera përpara atij. Dhe Mërgata i ka bosh gjithë e vendlinjes, sepse Mërgata shqiptare ka bosh gjithmonë të vendlinjes. Dhe si kam cekë edhe përpara në intervista dhe shkrimet e mia, çdo shtëpi, çdo objekt, çdo ndërtim, çdo infrastrukturë që janë zhduar këtu dhe në Malsi është dhënë nga diaspora. Kështu që malsorët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm jo vetëm për diasporë, për këtë vend këtu për Trieshin dhe për Malsi, por për mbarë çështje shqiptare. Ata kanë në vitet 70-ta, 80-ta kanë iniciuar çështjen e Kosovës për sensibilizimin e çështjes Kosovës te Departamenti Amerikan të shtëpia e bardhë të Kongresit dhe ata ishin njerëzit e parë që kanë ngritë çështjen shqiptare para institucioneve amerikane. Kështu që diaspora duhet të nderohet dhe falenderohet për ata që ka bërë për vendin e vet. Dritë e diasporës duhet të vizitojnë vendlinjen sa më shumë dhe familjarët duhet të marrin fëmijët e vet se mos të harrojnë vendin e vet. Unë për shembull kam pas rast me nejt me shumë tri nga që janë të migruar në Evropë dhe s'kishe me besu se sa djelë të mire, vajzat mire janë, sa të edukuam, sa mire dinë zjohën dhe kështu më besoj që edhe Detroiti e New York i kanë bje këto. So, urimi për gjithë është
se sa më shumë të vinë këtu të vizitojnë vendlinjen. Të pasionohen dhe të nxjerrin vlerat e Malësisë, të dinë vlerat e Malësisë që mund të lejetua sa më shumë gjeneratat e jashtme në Shtetet Bashkuara të Amerikës së Veriut. Kryetari i shoqatës jehone e Malësisë Zev Berisha e vlerësoi lart figurën dhe veprimtarinë e Agron de Divanajt, duke cilësuar atë si një nga personalitetet më të përkushtuara të Malësisë në diasporë. Ai theksoi se Agroni me punën, përkushtimin dhe sakrificat e tij të vazhdueshme ka lënë gjurmë të pashlyeshme në forcimin e unitetit të shqiptarëve dhe në mbështetjen e çështjes kombëtare. Jemi krenar që e kemi Agron de Divanaj në mesin tonë. Ai është shembull i ndershmërisë, i përkushtimit dhe i dashurisë së pakushtëzuar për Malësinë dhe kombin. Kontributi i tij do të mbetet një frymëzim për brezat që vinë, u shpreh Zev Berishaj. Me të vërtet që i natë e aq e bukur, aq e mirë, pat me thonë shok e gjitha trevat e qysh New Yorkut, me thonë qysh diaspore me a filluar New Yorkut, Detroitit, njerëzve të rreth, Malësijet, Ulqenit, pe 4 anëve i pat me, kje i natë aq e bukur, aq e mrekulloshme, por do më thonë, i njeri, pse vinë njerëzit e mirë të njeri i mirë, do më thonë njeri i mirë, shpia, gjana që i ban zotni Agron de Divani me familje, nuk mujt kush do t'i bajnë. Do më thonë është i mramje shumë e bukur për të gjithë. Vete mendoj se do më thonë si Agroni, me gjithë se ai si ri me duket se ka jetuar në tus, por prap do më thonë kjo vendlinja, kjo është vendi që i partë e tina, baba i tina me nanën ka jetuar këtu, e laj gjithmonë është ardhë, ka dalën këtë mend këtu gjithmonë edhe në manë e fune e godit shtjellën, e godit këtë bukuri këtu, e ndërton vendin më të bukur. Disa njerëz thonë, çka si u lypti këtij në njeri kjo bukuri këtu, por ai e diti maj miri si e ndërtova edhe ka zënë vetë sa bukuri ka ndërtua. Është një gjë si është e rrallë edhe ta me imagjinua, me ndërtua, është tirë edhe me i pat gjitha parate e botës, se është tirë me gjithë se si pe ndërton këtë vend kështu, kaq bukur. Është shumë e rëndësishme, domethënë si për ne si jem gjithë që jetojmë në diasporë, është një gjë shumë e rëndësishme se të dim se PK me fëmijët tanë ditë se PK kemi ardhur. Edhe t'i sjellim edhe ata mrapa, ashtu që një ditë të dinë edhe ata kur shkojmë na bela një kohë pas një kohë të gjatë, dinë edhe ata se ka ke marrë na edhe kthehen ata mrapa në lindje. Ashtu që besoj se është shumë e rëndësi. Si ne që kem marrë, si tri kem shkuar në mërgim, vim mrapa, ndërtojmë vendet, ndërtojmë aty ku kanë lindë parë tanë, edhe ne atë njëjtën gjë, të ndojmë shtëpia sikush vogël atë madhe, sikush e ka mundësinë e vet, por është shumë e rëndësishme të vim gjithë mrapa e ndërtojmë. Mesazhi im për gjithë tri diasporës, gjithë si me thonë, ti marrin, ti këshyrin parët e tyne, dhe me thonë, prinde e tyne, ka kem marrë, si kem hjekëzi, se me të vërtet në këto vese nuk ka kollaj, si në trish, si në gru, si në hot, në çdo vese që i kem, nuk janë këtë kollajta, vetëm të vinë e të shohin, por sot ka ndrua jeta shumë është kollajt edhe këtu me jetua, edhe vazhdojnë të vinë sa ma shumë në vendlinje. Mos të harojnë vendlinje edhe i ditë, kisha me i thonë gjithë se cili që është si lindë në Amerikë, mos t'i shesin tokat e të parëve, por mënohen t'i pajnë ashtu që me kohën dikush do t'i ditë do që shfrytëzojnë. Mos t'i shesin. Ajo kryesorja që t'i pajnë për sa ma gjatë që t'mojnë. Trieshi nuk është vetëm tokë, është gjak, është kujtesë, është bezë dhe amanetit të pareve. Në çdo gur të tij jeton një histori. Në çdo mal jehojnë zërat e brezave dhe në çdo zemër trieshjani rreh dashuria për këtë tokë shqiptare. Sot bijtë e Trieshit, ndërta dhe Agron de Divanaj,
e mbajnë gjallë këtë amanet të shenjtë, duke dëshmuar se sa gjatë një birë e do vendlindjen. Historia e saj nuk vdes dhe emri i saj nuk shuhet kurrë. Trieshi, tokë e burrave të Besës, vatër e dijes, dje pikënarisë shqiptare. Një tokë që nuk harrohet, një emër që nuk shuhet, një zemër që rrehet për gjithmonë shqip.